Rreth 262 megawatt ju shtuan kapacitetit prodhues vendas të energjisë elektrike gjatë vitit 2025, duke arritur një total prej 3478 megawatt. Sipas entit rregullator të energjisë, rritja e kapacitetit instaluar për gjatë vitit erdhi kryesisht si rezultat i shtimit të burimeve të rinovueshme të energjisë elektrike fotovoltaike, të lidhura si në rrjetin e transmetimit, ashtu dhe në rrjetin e shpërndarjes. Me shtimin e centraleve të rinj, prodhuesit privat përbëjnë rreth 55% të këtij kapaciteti, ndërsa kapaciteti prodhuesi i energjisë elektrike i kompanisë publike KESH është 1563 megawatt dhe përbën rreth 45% të totalit. Ndërkaq prodhimi total neto vendas i energjisë elektrike i realizuar për vitin 2025 është 7467 gigavator, rreth 50% e të cilit u prodhua nga KESH dhe 50% nga prodhuesit e tjerë. Në raport me vitin 2024, prodhimi pësoi rënje me 369 gigavator, duke nxjerrë edhe një herë në pah varësinë që ka prodhimi i energjisë elektrike në vendin tonë nga kushtet e motit. Konsumi total i energjisë elektrike në vitin 2025 arriti në vlerën prej 8345 gigavator, duke pësuar rritje me 175 gigavator në raport me një vit më parë. Konsumi i energjisë elektrike realizohet nga konsumatorët që furnizohen në tregun e rregulluar dhe konsumatorët të cilët furnizohen në tregun e liberalizuar.